Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin dhe pikërisht për të ndaluar tek një marrëdhënie që u transmetua një herë si shoqëri, pastaj një afrimitet shumë i shpejt, do me thënë afër njëra tjetrës, filluan të ndajnë foto qofte edhe nga ato familjare, Fifi dhe Egli, do ndaloj të këto dy gocat që në fakt na kanë çoroditur krejtësisht me lajmet e tyre. Dhe tani nga këto dy miket që ishin goxha të afërta, që ndanin sekrete, që flisnin për momentet e tyre, që din gjithçka për njëra tjetrën, të paktën nëse ka ekskluzivitet më të madh për dashurinë e Eglit edhe Gjestit është Fifi në këtë pikë, gjithçka u mbyll, gjithçka përfundoi, gjithçka mbaroi. Dhe kjo është ajo që në fakt unë dua tash të komentoj. Shoh në përca komente që është shkruar që Fifi dhe Egli janë shndruar në armike. Armike në çfarë? Armike në ç'kuptim? Në qoftë se Egli e ka nxjerrur një top, kjo Fifi m'falni, në story e ka nxjerrur një top, edhe Adisi, bashkëshorti Fifit, ka nxjerrur një dardhë me bisht, zakonisht ne shqiptarët në kulturën tonë, në traditën tonë, këtë dardhën me bisht e kemi marrë çik si ofendim, domethënë. Por nuk ma merr mendja që Adisi dhe Fifi kanë patur diçka në raport me Eglin, për t'i thënë. Egli e kishte sqaruar shumë bukur që unë në mënyrë reciproke dhe respektivisht, në mënyrë të nderuar, po ndahem nga Fifi, sepse jemi të dyja nga i njëjti sektor, me thënë jemi të dyja artiste këngëtare, dhe nuk dua që nesër publiku shqiptar apo fansa tanë të dashur e shumë të nderuar të ndikohen nga situata tona dhe nga momentet tona, sepse fatkeqësisht, unë këtë duhet ta them publikisht, edhe unë e di që do t'jetë një zë i rënd për ato që do ta dëgjojnë, që merren me këtë art, ky art është arti më i pistë i mundshëm që mund të ndodhë. Do të thoni pse? Sepse vetëm në këtë art shoqëria nuk ekziston. Tani, jo shoqëria për Fifin dhe për Eglin, ato nga që janë shoqet mira, nga që kanë respekt për njëra tjetrën, i ndan rrugët. Edhe pse Fifi nuk është se ka dalë ka fol për këtë gjën. Unë do t'i kisha bërë apel Fifit që të delë dhe ta sqaron, sepse edhe ajo në një farë mënyre e ka të drejtën e plot të botës që të tregoj versionin e saj, dhe pastaj publiku është ai, është vendimtari që do merr vendimin se kush ka të drejtë dhe kush nuk ka të drejtë në këtë raport. Kush nga këto dy goca e ka fajin dhe ku qëndron problemi. Do të thënë dy mike të cilat ishin mike të përbetuara, mike shumë të dashura, edhe pse Egli nuk e ka përmend kur Big Brother Fifin, po kështu le ta themi, pastaj do me thënë u afruan tepër dhe u larguan krejtësisht për një afat kohë shumë të shkurtër. Dhe nëse në këtë mes ka qenë interesi, atëherë ku ka vajt shoqëria? A nëse në këtë mes ka qenë shoqëria dhe gocat e ruajnë shoqërinë e tyre akoma dhe duan që të largohen nga menaxhimi i njëjtë, që të mos kenë probleme, sepse shtëpit, kompanitë të këtilla historikisht në kulturën shqiptare kanë bërë probleme. Sidomos te artistë të cilët kanë klikime me miliona, që kanë famë të frikshme, unë këtë e quaj famë të frikshme, kjo është famë vrasëse, do me thënë, këto duan të përfitojnë masovikisht. Dhe normalisht, Fifi në këtë rast nuk ka faj, se funja fundit dhe Fifi, për interesin e vetë, ka shku aty, s'ka shku Fifi tash t'i jape famë Eglit. Sepse funja fundit Egli punon të kape koncerte vetë, Fifi punon të kape koncerte vetë, kjo është puna e tyre. Nuk është puna tash ndihmojnë njëra tjetrën, se në fund ditës Fifi nuk është kryq i kuq, do të thënë s'është shtëpi humanitare. Dhe për këtë gjën, kur i lexoj këto komentet që do me thënë ja ka kthy shpinën, e ka godit, ja ka bë me kastile, ja ka thonë kjo ti je top, do me thënë këto gjona, janë ca gjëra që mua më irritojnë. Do me thënë duhet të analizojmë artistin në formën se si ai ka ardhur në skenë dhe çfarë ai bën për artin dhe si do ngjitet në skenë. Thënë nuk është e lehtë t'ja vësh tjetrin epitetin artist, se thot në këtë ditë ne janë bërë të gjithë artist, edhe këto që rinë tërë natën TikTok janë bërë artist. Dhe kjo është gabimi më i madh i analizave që bëhen. Tani, që Egli dhe Fifi do largohen në shoqërinë e tyre, normalisht që do largohen, se është vetë situata e tillë që të detyron të mbash hatërmbetje. Është vetë situata e tillë. Por
që Fifi nuk ka urrejtje apo nuk ka inat apo nuk ka mlef ndaj Eglit, këtë nuk dua ta vë fare në diskutim unë, se nuk mundet Fifi të ketë inat ndaj Eglit edhe ta ndihmon Eglin për të bërë një projekt të bukur. Se më duhet të ripërsëritem disa herë. Nuk mundeni ju të thoni që Fifi nuk e do Eglin, Fifi nuk e respektoj Eglin, Fifi nuk ka vlerë për Eglin, derisa Fifi, do me thënë, sjellë një projekt i cili titullohet me titullin Jetë, është një këngë që duhet të kesh shumë botë për ta kuptuar, sepse është e vetmja këngë nga të gjithë këngët që kanë dalur kohës së fundit, që ka një fillim, ka një mes dhe ka një përfundim. Do me thënë, është një këngë që mban tematik brenda saj, ka një mesazh brenda saj, ka një histori, ka rrëfim. Në qoftë se ne i rrëfejmë histori 3 orë, Fifi historinë e ka mbledhur në 3 minuta. Dhe kjo është një punë e një artistes që ka një dimension të gjerë në këtë drejtim. Ti nuk mundesh ta bësh këtë punën që ka bërë Fifi, në qoftë se ti nuk e ke shpirtin artistik. Po jo çdo njeri ka shpirtin artistik, ëh? Dhe kombinimi mes Fifit dhe Eglit ka qenë se dhe Egli ka shumë shpirt artistik. Do të thënë, ka shpirt artistik në shkrime, ka shpirt artistik në mënyrën e rrëfimeve, interpretimin e ka, mënyrën se si i ndërton gjërat, do të thënë, duhet të analizojnë gjërat në detaje. Dhe projekti Jetë ishte një menaxhim shumë i bukur. Tani që producentët, menaxherët kanë konfliktet mes tyre dhe kanë interesin dhe pastaj u prishën te këngët, sepse po të futeni në Spotify dhe të hulumtoni, sepse ju nuk hulumtoni, ju i rini aty ke shtëpia edhe merrin me komente, futu më vlla hulumto. Po të futeni te Spotify, do shikoni që këngët janë të ndara, nuk janë bashkë. Ku je nis dhe shuj janë 2 këngë të ndara. Dhe ashtu transmetuan në fillim. U transmetuan si 2 këngë. Do të thënë, njëra do shkonte në kanalin e Fifit, tjetra do shkonte në kanalin e Eglit. Por normalisht interesi e bëri që të 2 këngët shkojnë në kanalin e Fifit dhe sot Fifi me të drejtë të plot është autore e këtyre këngëve dhe të drejtën autoriale në këtë projekt nuk mund t'ja merr dot Fifit askush. Siç nuk mund t'ja merr Eglit për shembull në projektet e tjera ku Egli që në start do të merr të drejtën autoriale. Ju e dini shumë bukur që ekziston ligj që e drejta autoriale mbrohet edhe me ligj. Dhe për këtë gjë do me thënë, unë nuk më duket që Egli dhe Fifi duhet të shndrohen në armike. Në qoftë se ky kungji, le ta quajmë kështu në mënyrën popullore, i Adisit ka qenë për Eglin është gabim, sepse nuk është dardha e ka bishtin mbrapa. Unë mendoj që Egli ka të drejtën e saj të botës të shkoj ku t'i doj shpirti asaj të bashkëpunoj, t'ja besoj ku të doj zemra asaj, karrierën, famën, suksesin, talentin e saj, por njëkohësisht këtë gjë e ka dhe Fifi. Por, nga që nuk ka patur shpjegime, sepse publiku kanë të drejtë të amendsojnë si të duan, të thonë që edhe këtë gjë e bëjnë dhe për marketing, me patjetër që e bëjnë pak edhe për marketing, sepse këtu ka pak edhe dorë marketingu, se po të mos ekziston marketingu, personazhet publik nuk kanë bukë të hanë, më thënë është marketingu ai që i mban gjallë, dhe për këtë gjë, unë mendoj që mes Fifit dhe Eglit nuk ka armiqësi, po thjesht ka një përfundim të interesit të tyre dhe gjërat i ndajnë në formën se si ato mendojnë më mirë. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe, ne do të takojmë sërish në videot e tjera.